Edhe kur të i Vitorin, po qante dhe thash, që ke po baba, tash i lejnë, tash i thash. Të gëzojmë? Të jemi, në dilindje. Po që në baba. O, bitë, thash, ti u regullove u bere, thash, po ja, ka malin e qupës. Dhe unë ja fiksonja, se fillovi që pak i së mura, ke përkash. Nga Dimesa, si që të Aresa. Alzheimer. Aresa e kujtesë. Alzheimer. Edhe më theshte. Ti o birë. Së e vështirë shumë, edhe ajo. Po, Shumë vështirë. ajo është nga më të keqë, se çdo mund të dhem, po të pak në ke trurin. Ajo është nga më të keqe dhe është më e keqe për të gjallin që po kujdeset, sa për personin që po e vuan, se simptomat e të sëmurit janë kanë vështirësi, po dhe e reatojnë jetën. Ajo është një smundje që truri fillon dhe humbet gjithë një më shumë përgjithësi. Po dhe për njeriu që kujdeset është e vështirë, po dhe ta shohësh ti se si i dashur jot, po themi degradon dhe vetë nuk e ndjen, nuk e kupton dot. Ai nuk ka asnjë lloj kuptimi për atë që po ndodh, fare. Po. Vetëm ti e sheh që sot s'e mban emrin, nesër të fikson më fytyrën. Është e vështirë. Të duket sikur të humbet shpirti i tjetrit është. Ata unë 2 vjetë, e lanja, e ruanja, e ushqenja vetë. Po. Me shumë knajsti. Po, i thash, baba, sa jeti gjallë, unë e kam motë. Kur ti ikësh ti një ditë, qoftë me largët, unë e kam bijë. Të lumë. Po, babaj nuk e, theshte, kjo ka familjen e tive, sepse vini njerëz, vinte kjo më takova një djalteze që kishte babaj para ca muash, rinë Tirana, Varian, apo shëndes, rinë Tirana, po e nga e seka. E një kosha e pimi kafe me atë më tha mua, kur erdha e në fundit, tha, para ca më të diste babaj, që takova më tha, ka merakun e vajës. I thash ta, po s'ki merak për se do të... Pelirin? Jo, nuk ishte Pelirin, do të gjenë edhe një zgjidhje. Po. I thash ta. Po bravo të qoftë, tani ka 3 vit babaj, motra ka zënë vendin e babajt. Është në krye të këndit, po falën nusës time. Po. Unë jam kundërstari motrës. Tani që ika e oqa nusën nga puna, këto muaj, që të rime motrë, edhe unë jam këtu, po falë asaj. Po. Gjëja me e mi që më ka dhënë Zotë. Mrekulli. Para s'ka problem, po aman, unë ndjem i lumtur, do më dhenë, se nuk ta e lumturin para. Nuk është ashtu. Lumturia është, do më dhenë, me aty që... S'kam padur para, s'kam luftu në njerë për të. Ndihesh mirë me njeri, ku ndihesh mirë dhe të mbushet dita, kjo është lumturia. Se nuk kish para, mund të grindesh çdo sekondë, të kam virë mu para. Para që lumturinë se blen dot kur. Njeriu të ketë para për të mbajtur veten mirë, të jetojë mirë, të ketë mundësi të kujdeset. Po, në radhë parë është njeriu. Në radhë parë është njeriu. Në radhë parë gjithmonë është njeriu. Çfarë s'ta dëgjojnë veshët në këtë kohë. Prandaj ti flet për të shoqja ashtu, po atë që thua ti për nusën tënde, do të them për maman time. Edhe Zoti jep kohë. Ka kushtuar jetë. Është heroi im legjitim. Mamaja ime sot, dhe gjithmonë. Heroi, bota ka plot. Njerëz që kanë bërë gjëra të mëdha për të tërë, mbas edhe për gjithë njerëzimin. A për popullin e tyre, a për dashur e tyre, po heroi im legjitim, ai që unë e them që është heroi im dhe imi, është mamaja ime. Me luftin që ka bërë dhe me betejat që ka udhëhequr e kemi ardhur deri këtu. Zoti më qoft. Zoti na shëndet. Të lumt koja. Prandaj që lum ata që kanë mundën këtë botë, i lirë të jenë beku me një njeri të dashur rreth e qark. Sepse është kaq e rrallë, edhe kaq e vështirë, edhe kaq gjë e madhe është kur e ke, që ajo s'ka as pagim, as çmim, as definicion, as fjalim, as asgjë. Lum ata njerëz që kanë pas fatin, të kenë pat një jetë një njeri që është një mirë. Kujt e aparatin? Cilën? Aparatin. Këtu e kam. Ma e pishtë. Do t'ja ndrosh vetë apo do t'ja ndroj unë? Ja ndrosh të shpejt që janë të fikën për me. Pëm?